Për një kandidat të listës serbe apo ndonjë skenar që mund të çojë prapë te Rashiç? Sigurisht se Rashiçi do të zgjedhet. Ne kam deklaruar dhe po të deklaroj përsëri se pres dorën dhe nuk e votoj listën sot. Kështu kam mendimin edhe kolegë të mi televizionit vetëvendosur. Çfarë skenari mund të vijë? Dhe kjo është bazuar në problemet që voti kanë bërë në veri, dhe janë të kyçur direkt në shmar të krizë. Kështu që nuk votoj njerëzit që kokën e kanë në Beograd e kokën në Prishtinë. Në rregull, por fatkeqësisht disa deputet kolegë partive tjera nuk na ndihmon të zgjedhjen. Keni arritur në Rumania? Sigurisht tash që është qartë, për arsye se edhe gjërat kanë ndryshuar për momentin dhe do të shefim. Cilat gjërat që e ke parë? Kanë ndryshuar gjërat, janë vëdësuar.